Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 22, data 22 gusht 2026. Si ditë e shtunë që është, kjo ditë është një përmbyllje sepse dielli ndodhet në gradën e fundit të luanit, në prag të hyrjes në Virgjëresh. Kur dielli është në fund të një shenje, sidomos një shenjë kaq të fuqishme si luani, ndihet se një kapitull po mbyllet. Ky nuk është mbyllje e qetë dhe e padukshme, është mbyllje që lidhet me identitetin, krenarin, dashurin, familjen, krijimtarin, skenën, mënyrën se si kërkon dhe i shohim gjërat. Pas eklipsit diellor në luan i datës 12 gusht, kjo ditë ka karakter reflektues. Mund të shohim më qartë se çfarë aktivizon dhe mundësinë që jep tani e tutje. Nuk diskutohet, nuk e vjen dyshim për arsye të punës dhe të ndryshimeve që ka të bëjnë, sepse është një nga mundësitë më të arta që kanë të bëjnë me punën dhe me ndryshime të mëdha në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale dhe një mundësi mjaft të mirë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Por gjithashtu kemi një ndikim sepse afërdita në peshore kërkon diplomaci, ndërsa Marsi në gafore shton ndjeshëm çështjet familjare. Prandaj sot duhet të ruajmë ekuilibrin mes asaj që duam të themi dhe mënyrës se si e themi. Një fjalë krenare mund të krijojë distancë, një fjalë e ngrohtë mund të hap rrugë. Për çështjet praktike dita është e mirë për përmbyllje projektesh krijuese, rishikimi, një prezantim, mbyllje, një diskutim, përgatitje për ndryshime dhe ritme të mëdha mbi favorizimin dhe kohën ndryshimin e madh që vjen. Ajo që do të kemi mbi disa çështje shumë madhore, disa çështje shumë të ndryshme, do thot praktik, do thot mundësi, do thot rrezatim mbi ata që kërkoj dhe adhuroj. Ndikimi është më se i fuqishëm për ato gjëra që ndodhin, për ato gjëra që kërkohen, për ato gjëra që arrihen në fusha të ndryshme. Por në çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme, do të pasur kujdes sepse për vendime që kërkojnë analizë detaje dhe praktike më të mirë, presin energjinë e Virgjëreshës. Për sa i përket çështjeve që lidhen me çështjet e punës dhe të karrierës, duhet pasur kujdes. Duhet të shmangim atë krenarin e pabazuar në atë që kërkojmë. Por meqenëse duhet të ruajmë imazhin tonë, duhet të ruajmë atë qetësinë, thjeshtësinë, që të jemi aty ku duam ne. Për sa përket krenar, a jemi se ku jemi, të tjerët e vlerësojnë. Kështu që nuk është e nevojshme ne të dukemi se kush jemi, pra nuk është në të mirën tonë. Çdo sjellje që vendos ego mbi të vërtetën, atëherë ka diçka që nuk shkon. Mbyllet një skenë nëse fillon një ritëm tjetër. Pra kjo është diçka që ndikohet shumë, pra jemi në gradën e fundit të gjërave, sepse neve i ndajmë në gradë, në periudha, në kohë kur ndodhin fenomenet, sepse gjithmonë kur kemi për shembull 23 që do fillojnë pastaj dielli në Virgjëresh, po do flasim për këtë. Data 22 gjithashtu na jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja mbi atë që kërkojmë dhe atë që neve adhurojmë. Tani, pas të fillojmë parashimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashimet e detajuara, kemi pikërisht të faqen këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë përgjigje direkte. Për juve që doni që në kohën që ne jemi deri së me juve dhe doni që çdo gjë ta rregulloni, ta stabilizoni, atëherë mund shkoni tek sekretaria, mund dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë pastaj në WhatsApp apo në Viber për gjithçka juve intereson. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Por ju dhe shenjës e dashit duket se është një nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese dhe pozitive nëse do të flasim për gjëra të mëdha, nëse do të flasim për çështje të rëndësishme, për kohën dhe vazhdimsinë që juve keni, është një mundësi shumë e mirë tani atutje, meqense juve keni dhe disa gjëra të tjera që do të shikoni dhe vetë ku do të ndikojnë gjërat, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për realizimin e punës suaj, karrierës suaj dhe mënyrës se si vijnë gjërat. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt dhe diçit parë, ujorët dhe diçitet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demin, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më afatgjat ekonomike financiare, më ndikuese në anën tuaj, më rrezatuese në pozicionin e planeteve, të takimeve, të bisedimeve, të ekonomisë, të stabilizimit.
çështjet që kanë bëjnë me ekonominë është koha më e mirë, çështjet që kanë bëjnë me ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në një farë mënyre e keni mundësinë dhe jeni në drejt për së drejti me gjërat që ndodhin, gjërat që kërkohen në një farë mënyre e keni mundësinë tuaj, prandaj bini pas mos e bini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani e tutje kanë një mundësi shumë të mirë mbi zhvillime, ndryshime, karrierë, lidhen me karrierën shumë dhe është një mundësi mjaft e mirë tani e tutje. Për sa i përket disa ndryshime që do të keni, ndryshime të papritura ndodhin ngadonjëherë në anën tuaj, por edhe në pozicionimin e planeteve. Por nëse juve keni pasur një problem ose keni lënë pas zgjidhur për arsye, por në anën tjetër ka diçka shumë të madhe. Çfarë? Punë, karrierë, mundësi, vendosmëri është ana juaj. Ndikimi që ka të bëjnë është më pozitivi, por në anën tjetër keni një ndikim shumë të madh në anën shpirtërore. Lidhjet afatgjat, që do thotë janë me ujorët e ditës së parë, me vijgjërisht e ditës së tretë, që është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet jemi mjaft ndikues dhe shumë përpara për që në këtë kohë, sepse ndihmoni në çështjet e punës ekonomisë, ndihmoni në gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë dhe shumë e artë për zhvillime dhe ndryshime. Por nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me shigjetar dhe me peshk është ideale, pak vëmendje me virgjëresht edhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Ndjes shenjës së luanëve. Për sa i përket shenjës së luanëve, ka një ndikim shumë pozitiv, sepse nga njëra anë luani lidhet me ekonominë, po të shikojmë këtu, kemi luanin, nëse kamera ka mundësi ta shikoj, po gjithsesi, kemi luanin këtu, zmadhimi dhe ndryshimi që ka të bëjnë tani, po të shikojmë këtu, shikojmë tani. Këtu jemi tek, këtu është dielli, pra jemi në mes, në gradën e fundit që ta kuptoni, prandaj dhe e them nga kuptimi i gjërave të mëdha. Duke pasur parasysh, kjo do të thotë që kur kalojnë këtu plotësisht, do kalojnë nesër këtu te virgjëresha. Pra janë ndikimet dhe favorizimet që lidhen me këtë drejtim. Megjithëse luanët janë në çështjet më ekonomike financiare më të ndryshme nga ç'bëhet dhe është favorizimi dhe kuptimi i jetës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha tani e tutje ka një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv, sepse stabilizimi, gjërat që lidhen me ekonominë dhe me punën, është momenti më i mirë i mundshëm. Stabilizimet janë në anën tuaj. Edhe pse kjo periudhë është periudha e ndryshimit të madh, është periudha e momenteve dhe e kohës së duhur mbi zhvillime dhe punë të arta në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës së parë, me Bricap të ditës së tretë që është perfektja, por pak vëmendje me Peshk të ditës së dytë, ku kjo periudhë është një periudhë ku zanafilla është në ndryshime, në ndikime dhe në gjëra të tjera që do të diktojnë tani e tutje. Virgjëresha duket se nga nesër dielli futet në virgjëresh dhe kjo do të thotë fillimi mbar gjysmë e punës, ku fillon dhe vjeshta me ndryshime shumë të mëdha, por në orën 4, por kjo do të thotë tjetër gjë, do shikojmë çfarë ndodh në anën tjetër. Por megjithatë, ju të çështës së virgjëreshe keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike nga më të ndryshmet që janë ndonjëherë, edhe pse keni pasur probleme, po janë probleme kalimtare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Peshk dhe me Dem është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshores. Për sa përket peshoreve, megjithëse peshorët kërkojnë vëmendje, kërkojnë kushte, kërkojnë mundësi, kërkojnë realitet. Megjithatë, është kjo periudhë, është pikërisht ky moment mjaft i vyer mbi saktësinë, mundësinë, kohën dhe rregullat e lojës juve i keni dhe mundësitë e arta që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me gafore duken të mbara, edhe pse një problem i vogël ka ndodhur dikur, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Vazhdimësia është nga më korrektet dhe nga më pozitivet që janë ndonjëherë për stabilizimin dhe gjërat
e punës dhe të karrierës. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Me qenë se akrepët kanë disa mundësi. Mirë po, ajo që është më e arta, është më pozitivja, më e drejt për së drejti, lidhet me punën aktuale dhe me ndryshimin, lidhet me vendimin e madh që vjen tani atutje. Koha tregon që fati do që juve t'i keni mundësit për zgjidhur problemin, keni mundësit për t'i arritur qëllimit tuaj. Momenti dhe koha që është në favorin tuaj dhe disa gjëra që mund të diktojnë në anën tuaj dhe vendimet që merren në kohë reale është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për anën ekonomike financiare dhe për biznesin. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luantë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Meqense për shigjetarin duket se kjo periudhë është periudhë e mirë, është periudhë mjaft pozitive, është mjaft ndikuese për sa i përket punës, për sa i përket rregullave të lojës, është një mundësi shumë e mirë tani, një kohë e përshtatshme mbi atë çka është dhe kuptimi i jetës dhe i vazhdimësisë, është momenti më i mirë i mundshëm i takimeve dhe i bisedimeve të rëndësishme për juve. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luantë dhe dishit parë, me dashtë dhe dishit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricjapit. Me bricjapët jeni mjaft ndikues, është një moment shumë i mirë dhe i artë në atë çka bëhet, sepse mundësit i keni, koha është në favorin tuaj. Është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat që vijnë nga ana ekonomike financiare, një moment shumë i mirë tani tutje. Një moment shumë i artë sepse stabilizimi ekonomik, puna, karriera dhe ndryshimi, mundësitë të arta që vijnë drejt jush tani tutje, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm dhe do shikoni shumë gjëra të ndodhin, shumë gjëra të rregullohen, shumë gjëra të arrihen fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjakët e dishit parë, me virgjëresht e dishit tretë, duket se është perfekte dhe jo problematike. Një udhëtim është më së mundur të ndodhi mbas dite. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, për sa i përket vendimeve dhe kohës së duhur në ekonomi, është stabilizimi dhe çështjet më konkrete dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Por meqense ka të bëjnë me një çështje pune, juve e keni mundësinë sepse gjithmonë ndikimi që juve keni dhe momenti që juve jeni është ujori është shumë pozitiv në ekonomi dhe në ndryshimin që do të kenë tani me një banesë ose do rregullohen disa gjëra, ku është koha juaj më mirë e mundshme. E përgjithshme është ana më pozitive dhe më reflektuese në dashuri, sepse ujor virgjëresh, ujor akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Periudhë që është e peshqeve duke se kjo periudhë tani na jep mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillime të reja që do të keni tani tutje në anën tuaj më të mirë të mundshme. Dhe kjo nuk është se ka diçka për të shqetësuar, por ka diçka për të gëzuar në anën tuaj në pozicionimin e planeteve, sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm në ekonomi dhe në çështjet e punës. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me akrep, është idealja, edhe pse një problem i vogël që keni pasur dikur, tani erdhi momenti dhe periudha për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi. Në lidhje me një takim që do të bëni tani tutje, ka të bëjë shumë me shigjetar dhe me gafore. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 22 gusht 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara, kemi pikërisht faqen e rozë, astrologu.al. Dhe nëse dëshironi atje gjithçka, atëherë shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë në çdo aspekt të jetës suaj në detaje dhe si funksionon shërbimi. Me unë Rpulla, gjithë mirat.